Kandidati për deputet Vullnet Sinaj u prit nga banorët e Borshit, ku ndau me ta vizionin për një mandat të tretë, të mbështetur mbi besimin dhe dashurinë që ka ndërtuar me vite pune dhe përkushtimi. Në fjalën e tij, ai theksoi se është i vetmi deputet që kandidon për herë të tretë, një arritje kjo e punës së palodhur dhe mbështetjes së vazhdueshme të njerëzve. Po ashtu, Sinaj nënvizoi se çdo ditë takon njerëz që dëshmojnë përkushtimin e tij. Zona me 55 fshatra që ka përfaqësuar me investimet e kryera është po ashtu dëshmi e fortë e votës së përdorur me besim. Duke folur për rrugën e bërë deri më tani, kandidati solli në vëmendje përpjekjet për rrugën rurale, ujësjellsin, energjinë elektrike dhe mbrojtjen e pronës, duke premtuar se në mandatin e tretë do të jetë zëri i çdo qytetari për t'i dhënë fund vonesave në njohjen e pronësisë së lishme. Unë quhem Vullnet Sinaj, kam 2 mandate që jam deputet, 8 vjet, bëj tani dhe kandidoj për mandatin tim të tretë dhe të katërtin e Partisë Socialiste. Këtë radhë kam ardhur për Partinë Socialiste dhe për veten time. Duket qartë që mandati i katërt i takon Partisë Socialiste që mendon për njerëzit, e cila në programin kryesor të saj, në një nga pikat kryesore të programit Partisë Socialiste është antarësimi në Bashkimin Evropian. Një mandat i katërt i cili do të çojë në përfundim të gjitha veprave të nisura nga qeveria socialiste dhe çuarjen e Shqipërisë në Europë. Jam i vetmi deputet në qarkun e Vlorës që kandidoj për herë të tretë. Kjo ka ardhur si rezultati i vlerësimit që më ka bërë Partia Socialiste dhe kryeministri Rama për punën që kam bërë në 2 mandatet e mëparshme në zonën që unë mbuloja. Po çfarë bëra unë që pata këtë vlerësim? E para gjë që bëra është se votën që mora nga qytetarët kur dola në fushat në 2017 dhe pash situatën në atë zonë, nuk e di unë, ndoshta nuk e keni njohur, po ishte një zonë që kishte vetëm rrugë me çakull, njerëz të mërzitur, kishte humbur shpresa e atyre njerëzve dhe ajo që vlerësova ishte që vota që këta njerëz më dhanë ishte si besa që japi një njeriu, sepse deputeti është përfaqësuesi i popullit që e voton. Fushatën që unë bëra, mbështetjen e madhe që më dhanë, se më dhanë mbështetje shumë të madhe, Partisë Socialiste dhe mua u ndjeva në përgjegjësi të madhe. U dhash fjalën atyre banorëve të lumit Vlorës që këtë telefonin që ju kam dhënë numrin, ju thash, siç do t'ju japun sot, nuk do ta mbyll sa të jem deputet. Janë investuar qendrat e fshatrave, janë bërë ujësjellsat. Ujësjellsi Tërbaçit është nga ujësjellsat më të realizuar. Pra Hor Vranishti, njësia administrative Hor Vranisht, ajo është quhetur Hor dhe fjala Hor do të thotë qytet. Mandatin e tretë që dua për t'ju përfaqësuar, një nga pikat e programit tim të punës për deputet është prona duhet ketë pronarin e saj legjitim me dokumenta.